Falënderimet qofshin për Allahun, salavatet dhe selamet më të përzemërta qofshin mbi vulën e profetëve Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbarët ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuarit e mi, u ndalëm në javën e kaluar pikërisht me atë që njihet ndryshe si Karta e Medinës, thënë ndryshe përpilimi i kushtetutës së parë. Dhe thamë që kushtetuta e parë kishte në fokus disa gjëra kryesore. E para e tyre ose fokusi kryesor ishte koncepti i kombit i ummetit. Koncepti i kombit ose i ummetit, që do thotë që u dha muslimanëve ato që nuk e kishin përjetuar deri më tani, krenarin për fenë e tyre, për fenë dhe për besimin e tyre. Dhe dham dhe disa shembuj të saj. Fokusi i dytë ishte se si do të ndërtohet marrëdhënia e shtetit të ri, pra çfarë pozicioni do të kenë në shtetin e ri idhtarët e librit. Aso kohë idhtarët e librit në Medinë, që është e vërteta, domethënë ishin vetëm hebrejt. Dhe ishin 3 fise hebresh, që ishin 3 fise të mëdhaja. Beni Qurayza, Beni Nadir dhe Beni Qatafan. Këto ishin 3 fiset më të mëdhaja. Normalisht që kishte barqe të tjera të vogla. Dhe këto kishin ndërtuar, ishin pretendent për pushtet, por kishin ndërtuar dhe sistemin e tyre. Gjithmonë të nderuarit e mi, sistemi vjen pas një sigurimi të anës monetare. Nuk tham se duhet të jetë në këtë formë. Tham një sistem vjen pas sigurimit të kësaj. Pra pushteti vjen pasi e ke siguruar këtë. Dhe këto fise e kishin siguruar. Por marrëdhënia e këtyre fiseve me njëri tjetrin, normalisht dhe me të tjerët, nuk kishte disa baza ligjore të cilat ndërtohenin mbi Teuratin. Nuk kishte të tilla. Pra kishin ndërtuar ecnin me ligjin e më të fortit. Në konceptin komb ose ummet, profeti alayhi salatu wassalam anulloi atë që quhej ndryshe sistemi fisnor. Duke qenë se ato zona sundohenin nga fiset, pra ishte fisja i cili sundonte, tashmë në ligjin e ri ose në shtetin e ri, të drejtuar dhe të themeluar, të ndërtuar nga ana e dërguarit Zotit alayhi salatu wassalam, ky lloj sistemi nuk do të kishte vend. Pra sistemi fisnor nuk do të kishte vend në aspektin e gjykimit, ndërsa profeti alayhi salatu wassalam nuk do ta anulloj kurrë dhe nuk është ky qëllimi i profetit që të shkatërrojë sistemin fisnor. Absolutisht. Madje do të vrejmë se në çlirimin e Mekës, në të ardhmen nëse Zoti do na japi ymër, do të vrejmë se ai profeti alayhi salatu wassalam në Mekë ka hyrë me flamuj të ndryshëm. Quheni ndryshe flamujt e bajraktarëve, të fiseve. Pra nuk e sulmoi kurrë sistemin fisnor, ama shteti qëndron mbi çfarë do lloj koncepti tjetër, qoftë ky fisnor, qoftë ky familjar dhe përtej kësaj. Pra shteti pa janë të gjithë në këtë çadrën, në hijen e shtetit. Këto synoi profeti alayhi salatu wassalam. Dhe nëpërmjet kësaj, pra i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam tashmë ndërtoi shtetin e ri, një shtet i cili u ndërtua mbi të drejta të barabarta për të gjitha etnitë që ishin në këtë ombrell, në këtë çadër, dhe një shtet i cili garantonte drejtësinë, me drejta të plota, të barabarta, por duke garantuar drejtësinë gjithë secilit. Muslimanëve u dha krenarin për fenë dhe për besimin e tyre, gjë që u kish munguar, tashmë si do të rregullohej pjesa me ehli kitabët, idhtarët e librit. Pra çfarë janë ehli kitabët, sepse e dëgjojmë shpesh të përdoret termi dhe duhet edukohemi me termat. Idhtarët ose marrëdhënia jonë me idhtarët, atyre të cilëve u është shpallur libër prej Allahut subhanahu wa taala, edhe pse kanë devijuar prej tij, edhe pse kanë ndryshuar në të, idhtarët quhen hebrejt dhe të krishterët me fraksionet që ata kanë. Këta në konceptin tonë ose marrëdhënia me këta dy kategori quhet marrëdhënia me idhtarët e librit, që ndryshon marrëdhënia me idhujtarët e tjerë ose mohuesit, ateistët e gjitha kategoritë me radhë. Idhtarët e librit janë pikërisht këto dy kategori. Hebrejt
dhe të krishterët. Krishterë ortodoks, gjitha këto domethënë janë në të njëjtën konsiderat në fenë e Allahut. Thamë që i thartë të librit në atë kohë ishin hebrejt. Si do rregullohej sistemi me hebrejt? Sistemi me i tharët e librit kishte parasysh dy gjëra kryesore. Se si do të jetë marrëdhënia e i tharëve të librit në karshim muslimanëve ose në krahasim me muslimanët, dhe se si do të jetë marrëdhënia e këtyre me vetë llojin e vet. Dihet tashmë, domethënë që në një shtet kemi dy gjëra paralele, të pandashme, por që është e vërteta janë të pavarur nga njëra tjetri. Dhe duhet jenë të tilla. Ajo që njihet ndryshe si sistemi i ligjit ose prodhuesi i ligjit, ai që ka dorë ligjin, prodhuesi i ligjit, që në rastin konkret domethënë tek ne është transmetuesi i ligjit. Profeti alayhis salam e transmeton ato prej Allahut subhanahu wa taala. Por do ta quajmë të tillë dhe sistemi gjyqësor. Gjyqësori është i pavarur. Ai zbaton këto ligje të cilat janë miratuar, ama është i pavarur. Tani, që të dyja këto në prezencën e profetit alayhis salam i ka vetë i dërguari i Allahut. I ka që të dyja vetë. Edhe për gjykim do shkojsh tek profeti alayhis salam, por edhe për politikat e ndryshme, apo miratimin e ligjeve të ndryshme, apo shkrimin e këtyre ligjeve, sërish nga profeti alayhis salam. Karta e Medines, ose karta e parë, domethënë përmban rreth 50 nene të ndryshme. Që do të thotë domethënë që këto 50 nene në konsideratën e sotme, ose ajo që njihet ndryshe domethënë sistemi arsimor, lehtësisht mund të bësh një temë magjistrature ose doktorature me të, ose disa të tilla. Pra vetëm duke sqaruar se çfarë nënkuptojnë këto nene kryesore ose këto ligje kryesore pikërisht të kartës së Medines. Pra karta e Medines tashmë do të rregullojë jetën për 4 gjëra kryesore. Ajo që njihet ndryshe, domethënë koncepti ummet ose kom, që ka për qëllim muslimanët me njëri tjetrin, muslimanët si musliman me njëri tjetrin, rregullimin e marrëdhënies me ehli kitabët me muslimanët, në operim me muslimanët, ku kanë të drejta të barabarta, ama ka një kusht këtu, që këtyre u është ofruar që ju të jetoni në ombrellën e shtetit islam, shtetit të Resulullahut sallallahu alaihi wasallam. Pra ju të jetoni në fenë tuaj, jeni të lirë të jetoni në fenë dhe në besimin tuaj ta praktikoni atë, ama gjykimi i kujt do të jetë? Gjykimi do të jetë i dërguarit Zotit ose i shtetit që ai përfaqëson. Dhe në kooperim ose në krahasim me të drejtat që këto kanë ndaj muslimanëve janë të njëjtë. Pra kur të vijë çështja e gjykimit, e drejtja është një për ta. Vetëm se këtu, pra pse përmendëm domethënë rregullimi i marrëdhënies ose rregullimi i ligjit në raport me ehli kitabët. Pse e cilësuam? Sepse këtu ka një përjashtim. Marrëdhënia e ehli kitabëve ose i tharëve të librit me njëri tjetrin, me llojin e vet. Ka një përjashtim ose ka një rregullim, nuk po themi përjashtim, por ka një rregullim. Sepse ne tham marrëdhënia e muslimanit me muslimanin, nuk ndryshon asgjë, muslimani me muslimanin dhe muslimani me jo muslimanin. Në të drejta po flasim. Ndërsa tek këta ndryshon, sepse profeti alayhis salam me ligjin e Zotit, me miratim prej Allahut subhanahu wa taala, u ka lejuar dhe u ka njohur që ata të kenë gjykim të tyrin të brendshëm, për llojin e tyre. Por çfarë do thotë ky gjykim i brendshëm? Pra, thon ndryshe një lloj pavarësie në gjykim. Çfarë nënkuptojmë ne me këtë? Nënkuptojmë me këtë gjykimin e ligjit të Talmudit ose të Teuratit, gjykimin e ligjit, jo të dëshirave të tyre, se për shembull po ju jap një raston. Fisi Beni Nadir dhe Beni Qurayza.
Fisi Beni Nadir ishin tre fise të fortë në të gjitha aspektet, por kishte edhe më të fortë. Tani Beni Qurayza konsiderohej si një ndër tre fiset më të forta. Edhe në numrin e tyre sepse ishin të shumtë, edhe në mobilizimin e tyre sepse kishin përgatitje ushtarake, posedonin armë të shumëllojshme, por edhe në pasuri. Pra kishin edhe një armë tjetër të fortë që ishte ana ekonomike. Në të gjitha këto, shift çfarë bënin tani fisi Beni Qurayza. Kjo ka ndodhur para ardhjes së profetit alayhis salam. Profeti i dërguar i Zotit nuk mund ta pranonte në shtetin e tij një padrejtësi të tillë. Fisi Beni Qurayza nënshkruante në heshtje ose deklaronte, më mirë më thon. Pra thjesht u deklaronte. Nëse një antar i fisit Beni Qurayza vret një antar të fisit Beni Nadir, shpagimi ose dia, pra shpagimi për gjakun e tij është 1-1. Pra ashtu siç parashikohet domethënë shpagimi për 1. Por thot, nëse një antar i fisit Beni Nadir e kryen këtë akt ndaj një antari të fisit Beni Qurayza, ai obligohet 1-2. Pra duhet shpagimi të jetë 2 fisht. Në emër të kujt e bënin këtë gjë? Në emër të forcës në rrugën të mi. As i gjë tjetër. As një e drejt tjetër. Vetëm se e drejta e të fortit. Pra unë jam i fort, unë e bëj. Ama këtë e bënin arabët edhe para ardhjes së Islamit. Pra më i forti kishte të drejta ndaj më të dobtit. Ose ishte ai që e fliste fjalën e fundit, thënë ndryshe. Ama në jetë, ne nuk mund të jetojmë në këtë formë. Asesi. Ndaj profeti alayhis salam e rregulloi këtë gjë. Dhe u tha, do të gjykoheni me ligjin e Zotit, për sa i përket marrëdhënies hebre me musliman, gjykimi është gjykimi i Zotit. Nuk ka jo po shiko se kjo është kështu ose e dia kështu ose e pretendon. Nuk ka çfarë do dhe çfarë pretendon ti. Ka ligji i Zotit. Nuk e di, ja mësoi në gjykim, u kry. Po kur vjen puna hebreu me njëri tjetrin, jo me këtë ligj, por me ligjin e kujt? Me ligjin e Teuratit që e kanë të njohur, edhe pse nuk e zbatonin ose nuk e zbatojnë. Nuk e zbatonin, ama e kanë të njohur, e kanë si praktik, nuk duan ta zbatojnë. Sot ke rreth 2 miliard muslimanë në botë. Kush të pengon që ti ta zbatosh ligjin e Zotit në jetën tënde? Askush nuk pengon. Mirë, po kur vjen çështja tek të drejtat, sidomos tek ata që kanë lidhje me materialen, me ekonominë e njerëzit, të gjithë shtypen, edhe shkon aty ku është interesi i tij. Shkojmë nga interesi që është hak. Është hak kjo, një diçka e tillë. Më bën pyetje dikush para disa ditëve ka qenë kjo. Thot paraardhësit e mi kanë dhuruar një pronë për vakuf. Dhe dihet që një përqindje shumë e madhe e vendit tonë ka qenë vakuf. Vakufe kanë edhe kishat, nuk e di domethënë se si e kanë atë emërtimin e tyre, ama vakuf kanë edhe kishat, vakuf kanë edhe xhamit, muslimanët, komunitetet e ndryshme. Mirë, po ne jemi ç'është e vërtetë komuniteti më i përsekutuar në raport me pronat, vakufet që ka komuniteti ynë. Shumë pak prej tyre janë kthyer, një pjesë e madhe janë shfrytzuar ose marrë nga shteti, një pjesë tjetër janë tjetërsuar si pronë. Dhe ky flisë për një pjesë që është tjetërsuar nga shteti, pra e ka zaptuar shteti. Dhe thonë kjo pronë është mundësia në ditët tona që të krijojsh atë që quhet ndryshe, domethënë blerja e kësaj prone nga shteti. A më lejohet mua, thonë, duke ditur që paraardhësit e mi janë ata të cilët domethënë e kanë dhuruar këtë pronë si vakuf, a më lejohet që unë ta blej këtë pronë ose ta sistemoj? Se ne e dim që kjo fjala ta blesh nuk është aq e kollajt në vendin tonë. Pra ta shtihesh në pronën tënde, a më lejohet pasi ka qenë vakuf. Thash subhanallahu, pra pa dashur t'jap përgjigje. Thash subhanallahu. Shiko domethënë paraardhësit ku kanë qenë dhe ku vjen çfarë diskutohet në një ditë tjetër. Të gjithën këtë kush e bën? Zallamahia e pushtetit. Kur një pushtet
është i drejtë dhe drejtësia e një pushtetit është të garantojë të drejtat e të gjitha palëve dhe etnive. Kur një pushtet është i drejtë dhe zgjedh të paktën drejtësinë, do të ketë sukses edhe nëse nuk është në një shtet ose një pushtet monoteist. Garanci kjo, do të ketë sukses. Këtë dëshironin ta bënin hebrejt, dëshironin të tjetërsonin ose marrëdhënien e tyre ta ndërtonin siç do të dëshironin. Madje kemi një rast në jetën e profetit alayhis salam që ka ra puna me gjyku një person i cili ishte vërtetuar ndaj tij, pra ishte faktuar krimi i immoralitetit. Dhe profeti alayhis salam pra thotë, me qenë se është brenda llojit, brenda hebrejve, do ta gjykojmë me Teuratin. Pra kur themi ne që do ta gjykojmë, pra edhe kjo do të ushtrohet në prezencë të autoritetit shtetëror. Do të thonë nuk është se do të shkosh ti tani tek hoxha ose tek hahami, rabini. Do të shkosh ke autoriteti shtetëror. Pra shikoni se sa bukur është e kopsitme një diçka e tillë. Dhe ata dëshironin që profetit alayhis salam t'ia fshihnin çfarë? Gjykimin që përmbante Teurati. Dhe dikush domethënë vendoste dorën dhe lexonte ato që dëshironte. Mirë po, prej hebrejve kishte dhe rabin ose dietar të mëdhenj të cilët kishin pranuar Islamin, ndërta për shembull mund të përmendin Abdullah ibn Salamin. Abdullah ibn Salam ka qenë ndër më të mëdhenjtë e hebrejve në dituri po flas. Ai është i cili domethënë kur e ka pranuar Islamin, se është një temë vetë kjo e pranimit të Islamit nga ana e tij që do ta trajtojmë inshallah kur të vim tek jeta e tij. Thot i thash të dërguarit të Allahut, o i dërguari i Allahut, hebrejt janë njerëz përgënjeshtrues, pra nuk kanë stabilitet. Ta thonë një fjalë po nuk mbahen mbas asaj fjale. Thash o i dërguari i Allahut, thriti, unë po fshihem dhe pyeti për mua çfarë thon. I thot profeti alayhis salam pasi i fton, thot çburr, ç'njeri është Abdullah ibn Salami tek ju në konsideratën tuaj. I thën Abdullah ibn Salami, më i miri jon, i biri më të mirit ton. Për sepse edhe babai i tij ishte dietar hebre. Çfarë do thoni thot nëse ai e pranon Islamin, pra ç'kishit për të prononcuar? I thënë nuk ndodh kurrë një diçka e tillë. Kush Abdullah ibn Salami asnjëherë. Dhe del thot Abdullah ibn Salami i cili u dëshmon ose në prezencë të profetit alayhis salam dëshmon se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij. Menjëherë. Jo vetëm që ky është burr i keq, por në babën e ka pas burr të keq. Çfarë i kishte Jadi? Jadi ç'kishte? Jadi domethënë hebrek ishte qenë. Se ktheu ky. Pra, me të injoru deri në maksimum. Me këtë do të merrej i dërguari i Zotit. Sepse këto do të ishin pjesë e shoqërisë së tij. Dhe profeti alayhis salam domethënë nuk shkon diku për zonë etnitë të ndryshme. Jo në një shtet, në nacionin e një vatani do të jetojnë kategori të ndryshme, me patjetër. Mirë po, si ta menaxhosh jetën, në këtë formë domethënë menaxhohet jeta. Dhe këta që i thonin në këtë formë të dërguarit Zotit se është lexonin aq sa dëshironin, aty ishte edhe Abdullah ibn Salami dhe profeti alayhis salam domethënë na mëson se muslimani el mu'min kayisun fatin. Besimtari është i zgjuar, i mençur dhe vigjilent. Nuk mund të jetë muslimani në gjumë. Muslimani që flej gjumë. Gjumë do të flejmë, do të flejmë sa për të pushuar. Po jo të flesh gjumë në jetë, o vëlla. Jo gjumë në jetë. Në jetë domethënë duhet të jesh i zgjuar, i mençur dhe vigjilent. Dhe kur të vjen pikërisht një çështje e tillë, të lipset të jesh parimor. Dhe profeti alayhis salam ishte parimori i vërtet. I dërguari i Zotit alayhis salam pra i mblidhte ekspertët rreth vetes. Njerëzit nuk i mbante me hatër. Nuk ishte se ky është i nënës dhe ky tjetri është i njerëkës. Ai që ishte specialist, ai që ndronte në vendin që i takonte. Nuk ishte se është i imi apo s'është i imi. Jo po dua, jo po s'dua.
Nuk ishte se ta punësoj këtë se t'i japim i copë rollë. Hajtë më një vend aty se s'ka problem. O vëlla, edhe për qenë pastrus, qoftë rrugësh apo qoftë kudo, lip se ti është profesionist. Dhe i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam e ushtroi këtë gjë deri në maksimum. Deri në maksimum. Abdullah ibn Selamin dhe të tjerë i afroi rreth vetes me patjetër dhe u dha vendin që u takonte. Ndaj për çdo konsul që lipsej dhe i nevojitej të dërguarit të Zotit në lidhje në raport me hebrejt, ai i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam, domethënë, kishte ku konsultohej. Abdullah ibn Selami, i cili normalisht e njihte Teuratin shumë mirë, i thotë, jo i dërguari i Zotit, nuk është kështu siç pretendojnë këta, por ka një raport tjetër, thotë, hiqe dorën. Sepse kishte vendosur dorën këtu dhe lexonte ato që dëshironte. Sepse ka vazhdim kjo, ka vazhdim. Dhe i jep thotë se si qëndron gjykimi për X vepër pikërisht në Teurat. Pra ky ishte gjykimi për llojin. Në organizimin e jetës nuk ishte asnjë lloj diference. Në krimet ose në shkeljet të ndryshe, në shkeljet ndaj njëri tjetrit, kishin atë raportin e tyre. Kishin raportin e tyre dhe kishin gjykimin e tyre. Ndaj dhe i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam, se këto të gjitha janë sfida. Faktori i dytë ose elementi i dytë me cilin u mor në këtë themelimin ose shkrimin e kushtetutës së shtetit të tij, pra pas të parit që ishte koncepti komb, ummet islam, ishte i dyti që brenda kësaj mbretërie, perandorie, brenda këtij shteti, do të kemi dhe besimtarë të feve të tjera, sepse kemi pikën e tretë, tek e cila nuk do të ndalemi sonte, por do të jemi pikërisht tek pika e dytë, të feve të tjera të cilët janë idhëtarët e librit. Do të kemi pastaj se si i dërguari i Zotit e ndërthuri jetën e tij administrative shtetërore me idhujtarët, ata të cilët domethënë ishin të pa fe, prej fisëve vendaseve, si fisi Aus dhe fisi Khazraj, prej fisëve vendase. Kjo ishte një tjetër marrëdhënie. Pra, jetoi i dërguari i Zotit me hebrejt dhe nuk kishte asnjë lloj problemi. Pse duhet kesh problem? Se me këtë do të jetosh ku ti ke zgjedhur të jetojsh me Allahun xhel xhelalu. Të jetojsh me Allahun do të thotë të ecësh rrugës të cilën ka kërkuar Zoti prej teje. Të jetojsh me Allahun do të thotë të zbatojsh ato që Allahu kërkon prej teje. Të jetojsh me Allahun do të thotë të braktisësh gjithçka që ndoshta nefsi yt e kërkon, por Zoti ka kërkuar prej teje që ti të largohesh prej asaj. Dhe ky quhet personi i cili jeton me Allahun apo i jeton rrugës të cilën ka kërkuar Allahu prej teje. Profeti alayhi salatu wasalam ne dim shumë mirë që ka patur marrëdhënie me hebrejt, edhe pasi herë domethënë janë prishur relatat, marrëdhëniet. Edhe kur ka pasur domethënë konflikt që ka arritur deri në luftë, ama kurrë nuk i ka mohuar të drejtat askujt. Ka lidhur aleanca me këta. Profeti alayhi salatu wasalam pra u dha një privilegj dhe u tha që nga çasti që ti zgjedh të jesh nën sundimin tim, ti je njëri prej nesh, që do të thotë që unë ty të mbroj prej të tjerëve, do të mbroj prej të tjerëve, dhe ti do të jesh pjesë e aleancës kur unë të kem problematika me të tjerët. Pra gjithmonë i dërguari i Zotit synoi të afrojë njerëz rreth vetes. Dhe një ndër rastet që mund të përmendun ka shumë, po një ndër rastet ku i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam që është tregues domethënë se si e ndërtonin marrëdhënien, si e kishte marrëdhënien ai me hebrejt, është dhe rasti i huamarrjes. Pra profeti alayhi salatu wasalam ka marr borxh prej tyre. Por ka marr borxh ashtu siç kërkon Allahu subhanahu wa taala. Borxh me afat dhe borxh do të thotë siç ta mora do të ta kthej. Nuk ka përfitim, nuk ka privilegje plus. Pra të mora borxhën ty, ora mos paguaj korrupsion për borxhin qoftë dhe i buzëqesh o Allah. Se ai që jep borxh, jep për hatër të Allahut subhanahu wa taala. Pra shpërblimin duhet ta kërkoj prej Zotit. Ky që jep borxh, huadhënsi. Normalisht që huamarrësi duhet t'ia kthej domethënë me një monedhë mirë. Çfarë quhet monedha e mirë? Me një nderim, me një respekt.
duke ja majt fjalën, duke i majt afatin. Kjo është e gjitha duke e falendëruar. Siç thot profeti alayhis salam, kush i thot vllait të tij, Jazakallahu khairan, për ai i cili i bën një të mirë, Allahu do të shpërblef me të mira, faqad wafa, ja ka shpërblyer. Pra, nëse dikujt i bën një të mirë, edhe të thotë ai ty që Allahu ta shpërblef me të mira, se dikush thot po, ku ta çoj këtë fjalë Allahu do të shpërblef me të mira. Pasha të madhin Allah, po nuk doli kjo fjalë, asgjë nuk del në dynjë. Po nuk të mjaftoi kjo fjalë, asgjë nuk të hyn më në punë. Atëherë ke problemin tek vetja ti nëse ty nuk mjafton kjo fjalë. Se më të thon pra dëshime të urrë që Allahu më të shpërblyer. Po çfarë don ti tjetër? Pra ti pret shpërblim njerëzor. Ti pret me të shpërblyer njeriu. Me të shpërblyer Allahu ka marrë fund në gjithçka. Pra me ja pranu Allahu këtij një diçka të tillë, gjithçka u zgjidhet për ty. Dhe mund të përmend këtu rastin e sahabiut nderuar Zeid ibn Sa'na. Zeid ibn Sa'na ka qenë hebre, ka qenë nga dietarët hebrej. I vet ofrohet të dërguarit Zotit për t'i dhënë borxh. Dhe profeti alayhi salatu wasalam merr borxh për këtij njeriu, mirë po çfarë ndodh? Ndodh hadithin të cilin e transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij, që shkon pak para afatit. Pra nëse e kishte bërë për një muaj, ditën e 28 kortup i dërguar i Zotit. Dhe aty prezent ishte edhe sahabiu i nderuar Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dhe fillon Zeidi, domethënë, duke e i rrituar të dërguarin e Zotit, duke thënë që kisha dëgjuar për ju kur e i shitët se ju ta tjetërsoni borxhin ose synoni me ta ngrënë hakun, mirë po tani po e vërtetoj. Thotë dhe e kapi dërguarin e Zotit, domethënë, përfyti, domethënë, tek rroba. Pra si për ta irrituar. Aty ngrihet Umeri radhiyallahu anhu, i cili pa një pa dy thot më jep lejo i dërguari i Zotit. Jo Umer, thot. Po merre zotrin dhe shkoj shlyeja borxhin. I ka marr kaq, zakonisht i dërguari i Zotit merrte mall. Për çfarë nën kupton me mall? Ushqime. Dhe duke qenë se fukaret ishin të shumë dhe shoqëria në cilën ai jetonte, domethënë, nuk ishin parazit, po kishte ndodhur dhe shpërngulja e madhe, pra hixhreti i madh, dhe si pasojë lipsenin vite për ta sistemuar jetën apo sistemin e jetës në një vend të tillë. Jo Umer, thot, po shko dhe shlyeja borxhin, shko pra tek depozitat e shtetit dhe sa ka për të marrë jepja. Rrugës pra niset Umeri dhe thot të tremben që i shkaktove shpërbleja. Pra kjo pjesa shpërbleja do të thonë që merri rizan për të kënaqur se e tremben burrin e huaj tristove, sepse Umeri nuk kishte shaka, nuk i kishte llafe kështu. Pra nëse i dërguari i Zotit i jepte leje, kishte kryer punën me të. Po Umeri radhiyallahu anhu do të thonë ishte besimtar. Nuk ishte tarallak. Ishte Jo tarallak, po profeti alayhis salam ka thënë, sikur të kishte pas profet pas meje, ai do të ishte Umeri. Do të thonë imagjino çfarë grade të lartë të mençurisë dhe të vigjilencës ishte ai, posedonte ai. Dhe duke shkuar thot rrugës, më flet ky person dhe më thot, Umer, thot, am një. Nuk theve, thot, duke e pa, domethënë me një lloj jo ironie, por me një lloj zemrimi, thot, jo nuk të njoh. Thot, un jam Zeid ibn Sa'na. Se me emër e njihet e Umeri, po ne jo çdo person që mund ta njohim me emër, domethënë e njohim edhe me imazh. Pra më ka qelluar mua vet dikur, kishim dyqanin e babës, Allahu më rujt. Thot dhe vazhdimisht nëlis kisha një person që ja shihja emrin aty, më do të them drejtën, emri i tij e lidhja me një imazh tjetër. Ishte njëri shumë korrekt, pra që merrte veresi ose borxh kur i thon, dhe atëherë kur thon, atëherë e kishe. Po unë ç'është e vërteta kisha pas njohur një tjetër dhe e lidhja emrin e tij me një imazh tjetër. Dhe më vjen ky gjyshi Rahmet Pasash, po për Rahmet. Si je, si dukesh, çuni e liut, po çuni e liut jam. Thot kam për shly, më ka dhënë njëri, thot
për të shly i detyrim këtu ke Aliu, pra ma la jamanet, ishte plak shakaxhi, po ndë shaka, po rrinte shumë serioz. Kam për të shly, kishte për të shly njëri thot i borxh, ma la amanet me sjell. Po dhe shumë, një filan fisteku, më thotë mu. Po mirë, hapa atë blogun, të më thonë, emrin aty. E sa ka, thot ai për të larë, se nuk, po e dinte shumë, ky ishte vetë dorë. Se thot, kaq më ka dhënë ai mu. Po thë shumë kaq ka, do të thonë është korrekt. Ai, pas sa qenë korrekt shiqyr, ta fshije i çik këtu ti, që ta shohun që e fshive se duhet më i thonë atij. Po mos e vrit mendja të shumë se nuk ndodh duke ne që mos të fshijim dikujt. Jo, se kam me ty, thasë, me ty nuk njoh, po ai njeh tjetër. Po më thosh se njoh, kishte qenë vetë. Mirë, po unë emrin e tij e lidhe me një tjetër imazh. Thotë, e njeh, si se njoh tash po bleken e këtu vazhdimisht. Jo për gjë, thotë, po unë jam ai. Dhe kjo domethënë na kujtoi historia e Zeid ibn Sa'nat, që i thotë Umerit radhiyallahu anhu, am njeh, jo s'njoh. Thot, unë jam Zeid ibn Sa'nat. Kthehet Umeri, thot, dietari hebre? Po, thot, unë jam. Çfarë të shtyu, thot, për ta bënë një veprim tillë? I thot, Zeidi thot, nuk më ka shty gjë tjetër vetëm se provokimi. As nuk kam pas për qëllim i dhon borxh Muhamedit, dhe domethënë jam vetë ofruar, kam bërë qëllimisht një diçka të tillë, dhe veprimin që bëra e kam bërë me një qëllim të caktuar. Një ndër kriteret që më kishë mbetur ta vërtetoja tek marrëdhënia me një profet është se ata janë të durueshëm, nuk e humbin të ruan, pra nuk e humbin atë qetësinë e tyre, edhe kur tjetri i provokon. Edhe kur i provokon, dhe ashtu ndodhi, thot, me profetin alayhis salam, thot, dhe unë Umer, thot, dëshmoj se s'ka zot tjetër veç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Thotë Omeri, domethënë nuk bën në moment tu të fluturur për i qefit, se kështu jetonin muslimanët. Pra dikush tjetër ju bashku familjes tënde, e në ty mos më të ra men hiç. E bën atje, alhamdulillah, mirë që bën. Përgëzoja mëri çika, afroje se s'gjej gjë. Thuja mëri fjalë të mirë. Nuk gjej gjë. Jo nuk gjej gjë, po fitosh probleme. Ai është në fillimet e veta. Se ke për ta pamë. Çe ke për të pa. Thuaj më mirë se erdhe. Vallai mirë se të pru Zotin Islam. E pas e zbukuru venin krejt. Nuk gjej gjë se ja thuj fjalë të mirë tjetër. Dhe shkoi, thot Omeri, pra më të shpejt tek profeti alayhis salam duke e përgëzuar. Dhe kur dikush e përgëzonte profetin alayhis salam, do t'i qeshte e gjithë fytyra si me qenë hën 15. Çfarë do të thonë 15, hëna e plot që ndriçon, domethënë e gjitha ndriçon. Ashtu ishte profeti alayhis salam. I ndriçonte fytyra gjithë. Kur ishte i gëzuar, domethënë e vreje, ndriçonte për rreth tij atë domethënë gëzimi përkthehej domethënë kudo. Të qonë në venin. Kështu ishte i dërguar i Zotit. Dhe pikërisht ndërtoi këtë marrëdhënie me këta njerëz. Marrëdhënien e hebrejve ose të idhtarëve të librit, se s'po themi të hebrejve, edhe pse nuk kishte të krishterë në Medinë, por një të ardhme, gjykimi do të ishte i njëjtë. Marrëdhënien e idhtarëve të librit me muslimanët, pra kur të kemi një çështje administrative për ta gjykuar, a do të themi jo më se është muslimani im, ky s'ka, është muslimani jot. Do të gjykohet ashtu siç është për të gjykuar, dhe marrëdhënien e tyre brenda llojit të tyre, me atë që u zgjodh. Kështu e rregulloi i dërguari i Zotit alayhis salam marrëdhënien me këta njerëz për t'i hapur rrugën stabilitetit, prosperitetit dhe zhvillimit në shtetin e tij të sapo lindur. E lutim Allahun subhanahu wa taala, Zot na falë, na mëshiro, na pajisë Zot me moral të lartë të Hazreti Muhamedit alayhis salam, na bëj jetën të lehtë dhe na mundson Zot ta vëmë atë në shërbim të fesë tënde, na bëj vdekjen të lehtë dhe na mundson Zot të vdesim me dinjitet e shahadet. Të lutem me ty i madhnueshmi Allah për çdo të sëmurë Allah shëroj. Për çdo stresuar, të brengosur, të munduar nga borxhet, nga hallat, nga brengat e jetës, ndihmoje Zot, ndihmoje në shlyerjen e borxheve të tij. Për çdo të pauzuar, o Allah udhëzoje. Për çdo të zhytur në hallet e kësaj jete, o Zot, nxjerrë të sigurt në sipërfaqen e saj. Të lutem me ty i madhnueshmi Allah që fjalën
tonë të fundit ta bësh fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ditën tonë më të dashur ta bësh ditën kur do të takohemi me madhnin tënde. Na familiarizo me njëri tjetrin, na vëllazëro me njëri tjetrin në Zot dhe na mundëso që të gjithë ne të pranishëm bashkë me familjet tona dhe të gjithë ata të cilët i duam dhe na duan për hatrin tënd, të bëhemi të gjithë në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.